Gara për kryetarin e forumit Eurosocialist ka ardhur në atë që mund të cilësohet si gjysmë finale, pasi pas votimit online janë përzgjedhur 20 të rinjt që do të garojnë për të qenë në listën e 5 emrave që do të nisin fushatën zgjedhore në shtator për drejtimin e fresh. Kjo është lista me fituesit e parë të garës online, që do të kenë një ballafaqim të fundit me jurinë e përbërë nga Pandeli Majko, Elisa Spiropali, Gazment Paja dhe Arlinda Dudaj, që do të shkurtojnë listën në vetëm 5 konkurrent. Këta të fundit do të nisin fushatën për kryetar të fresh në gjithë Shqipërinë dhe në fund do të votohen nga fresh përmes parimit një antar një vot, nga ku pritet të shpallet edhe fituesi. Elio Hyus ka renditet i pari ndër 20 emrat që dolën nga votimi online. Si pasuesi Eliza Kokos, ai ka marrë 5.705 vota nga 110.675 persona që kanë votuar gjithsej nga 20 korriku në 10 gusht në faqen freshvoice.al. Në garën e fresh aplikuan 4.000 të rinj dhe me aktivitetet zgjedhore të Fresh Voice u seleksionuan nga juria 285 persona që u nënshtruan votimit online.